Kohëve të fundit, dhurimi i gjakut nuk paraqet tabu për qytetarët e Gostivarit, për dallim nga vitet e mëhershme ku jepej gjak vetëm në rastet kur bëj fjalë për anëtarë të familjeve të tyre. Tani situata ka ndryshuar dhe është krijuar një listë e gjatë me dhurues të rregullt të gjakut. Statistikat nga organizata komunale Kryqi të Kuq në Gostivar flasin se situata në fjalë është përmirësuar në aspekt pozitiv, shkaku se është rritur numri të rinjve që janë bërë dhurues të rregullt të gjakut. Merita Lili, sekretar në Kryqin e Kuq në Gostivar, njofton se vetëm nga shkollat e mesme në nivel vjetor arrin të mbledhin diku 500 njësi gjaku. Dr. Kadri Elezi, transfuziolog, tha se për çdo ditë ka dhurues të gjakut, numri të cilëve sillet ndonjë ditë deri më 10 persona, ndërsa gjatë 6 muajve të parë të këtij viti janë mbledhur diku 800 njësi gjaku. Ai thotë se me këtë sasi plotësohen jo vetëm nevojat e spitalit të Gostivarit, por edhe pacientëve të tjerë të këtij regioni që drejtohen për shërbime mjekësore në Spitalin Klinik të Tetovës dhe drejt klinikave të Shkupit. Situata tonë transfuzijës në komunën në Spitalin e Gostivarit është e përqyeshme dhe shërbimi jonë është kena gjak për gjithë grupeve dhe gjithë pacientët që janë në Spitalin e Gostivarit dhe në spitalet tjera në Tetove dhe në Shkup, ne mundën e me i shërbi çdo ditë edhe sa ka nevojë me gjak. Cilët grupe të gjakut dominojnë që kërkohen, dihet ajo se pacientët më shumë të janë me 0 pozitiv dhe ane pozitiv dhe aty jena shumë të kënaqur që ato grupe në komunën e Gostivarit gjenden më shumë dhe ne kena dhurues gjakut që vinë japin gjak çdo ditë. A në rast se pyetni se sa dhurues gjakut kena çdo ditë, ne kena ndonjë ditë kena edhe 10 dhurues gjakut, por ajo mezatarja është prej 5 deri në 6 dhurues gjakut. 6 mujori i parë i këtij viti ne kina mbledh gjak prej 760 deri në 800 njësi. Se trendi në rritje e dhurimit vullnetar të gjakut vazhdon nga viti në vit, flasin edhe statistikat e organizatës Kryqi të Kuq në Gostivar. Në vitin 2012, kjo organizat ka tubuar 1410 njësi gjaku, vitin vijues 50 njësi gjaku më tepër. Vitet më të kënaqshme janë viti 2014 dhe viti 2015. Në vitin 2014 janë tubuar 1510 njësi dhe në vitin 2015 po ashtu 1560 njësi gjaku. Gjatë vitit 2016 ka pasur gjithsej 1690 njësi gjaku. Kur i kemi parasysh këto të dhëna, shohim se rritja nga viti në vit është e vazhdueshme. Kështu thot Merita Lili nga Kryqi i Kuq në Gostivar, e cila shton se shkaku i rritjes së njësive të gjakut para së gjithash është rritja e të dijes tek të rinjt për të dhuruar gjak. Dhurimi i gjakut mund të konsiderohet ndër aktivitetet më humane që mund të bëjë njeriu në jetën e tij. Të dhurosh gjak do të thotë të japësh shpresë apo të japësh jetë. Në çdo rast emergjence, gjaku është i patjetërsueshëm, ndërkohë asnjë lloj mjekimi nuk mund ta zëvendësojë transfuzionin e këtij lëngu jetik, i cili nuk prodhohet në laborator, por vetëm dhurohet. Merita Lili thotë se në bazë të numrit të banorëve, Gostivari tani radhitet ndër qytetet e para në Maqedoni në aspekt pozitiv për sa i përket dhurimit vullnetar të gjakut.